Në qytetin e Gjirokastës është çelur prej vitit të kaluar një qendër memoriale dedikuar jetës dhe veprimtarisë disidentes së njohur Musine Kokalari. Muzeu që mban emrin Muza Ime është ngritur në një prej banesave të familjes Kokalari në qytetin e Gurt. Hapja e tij u bë e mundur fal nismës së familjarëve të Musinës dhe organizatës Trashëgimnia Kulturore pa kufi. Vizitorë të shumë vendas dhe të huaj ndalojnë me kurreshtje për të njohur nga afër me jetën dhe veprën e saj. Dhe më pëlqen shumë Gjirokastra me gjithë këta dietarë ose këta të mëndshur që kanë dhënë kaq shumë dhe të tjerë që kanë prej jetën. Është emocionuese të prekësh historinë e një gruaje që guxoi të mendonte ndryshe, shprehet një vizitore. Në mjediset e muzeut janë ekspozuar dokumente, fotografi dhe objekte personale që pasqyrojnë jetën dhe aktivitetin e shumanshëm të Musine Kokalarit. Atëherë mund të them që unë vërtet kam ndjerë një kënaqësi shumë të madhe kur ky muze, ky memorial ose kjo hapësirë e kushtuar Musine Kokalari u bë e mundur të jetë e vizitueshme nga njerëzit, ku ata mund ta njohin dhe ta prekin nga afër historinë e Musines dhe njeriu Musine, po ashtu dhe personalitetin e jashtëzakonshëm që ajo ishte. Ky muze është një omazh për figurën dhe idealet e saj, thot Arieta Kokalari, familjare e disidentes. Musine Kokalari mbetet një prej emrave më të spikatur të disidencës antikomuniste në vendin tonë. Ajo u dallua për kontributi në fushën e publicistikës, kërkimeve letrare dhe përpjekjet e saj për emancipimin e gruas shqiptare.